bo Shqiponjen. Nuk është deklarata për rinin tonkje. Fix. Deklarata është se krejt këta e kam pas trenerin sërbën. Kjo është deklarat publike, Ismet, edhe unë mendoj që është deklarat publike me një televizor italian një shku e kanë zerë me bo spektakl të e që ka po valon Beroni. Hajde shtash e shojna, hajde shtash bon patriota i kapëm sharkijat e shojna valon Beroni. A spajtona me këto, spajtona me këtë mendësi. Nuk është rëzëshë mendjumi, është rëzëshë mendimi. Se mediumin ku dushtuje, po mendimi është i njëjti. Na mytin e dohet na më janis me gjyku gjonat drejt. Dohet më janis me gjyku gjonat drejt. Unë s'kam informacion më shumë se te. Neve nuk na bën më patriot ose më pak patriot me shoh Valon Beramin. Ose atjetër ose atjetër. Nuk peshojmë Valon Beramin. Ja, trener. Nuk peshojmë Beramin. Ne komentojmë një deklaratë të Valon Beramit. Kërkush nuk na bën. Komentimi i kësaj deklaratës, që absolut s'ka të bëj lidhje, s'ka atje me italian të ka dhone, ka vetë për ekipin e vetë, ku kanë lujt për kampin e vetë. Po. Edhe na me marrë me përdor këto, që ka ndodhë me një kohë krejt tjetër, edhe na me marrë me përdor këto për kohën e sodit, po e përdorëm është simboli i Shqipërisë në pyetje. Edhe m'ja shtremu këtina deklaratën, mi dhon konotacion tjetër, kis se ky ka kundër Shqiponjës. Nuk është e vërtet. E thirën Valon Beramin, qëta që thojnë, a jemi mati kundër Shqiponës, dhe t'ju? Nuk është se ko tatu edhe në ko. Vishë dhe shotore të dhe. Ja, pas është në regull kjo, na jemi, profa tha, na jemi këto edhe për me eduku. Na jemi për me eduku. Na jemi edhe për me eduku drejt. Realisht me qka po ndodhë ditëve të sotit, na po e shohim trajner që po të mirën edhe deklaratat në mënyrë krejtësisht tjetër, do me thonë, në konotacion tjetër.